me regji, në të cilën SPAK-u tashmë ka dalë kuriq. Ka dalë kuriq sepse pretendoi që Berisha kishte bërë VKM apo ligje personalizuar. Në fakt ka dalë që ka bërë Edi Rama. Po SPAK-u, për dinin tuaj, s'ka asnjë akuzë nga Edi Ramës, as për ligj, as për VKM personalizuar. Çfarë thot tashmë SPAK-u? Thot që jo, vërtet s'ka asnjë ligj apo VKM të personalizuar, po ne dyshojmë që sjellja e Berishës nuk ka qenë. Ne kemi dhënë 31 fakte kokforta për ta ballafaquar me sjelljen. Një prej këtyre fakteve ka të bëjë me këtë. A kemi VKM dhe ligje personalizuar? A duhet ishin ato problematike në rast se ishin? Pse nuk ka për këtë? Tjetra, në kryet e herës tha që territoret sportive janë shumë të nevojshme për Tiranën, sepse dyshoj që e kishte bërë Berisha. Tani ka dalë që ka bërë jo 1, po 20 territore sportive i ka kthyer në banim Edi Rama. Për klientët e vet, për banditët që i çon trastat. SPAK-u ka quar Edi Ramën ose në një nga banditët e Edi Ramës? Asnjë. Pra kemi të bëjmë me drejtësi me regji, kemi të bëjmë me prokuror të nënshtruar politikisht, po ne do përballemi siç janë përballë para tanë. Duhet kemi parasysh që Gjimi që është aty bashkë me mua, Gjimi ka të xhaxhain e tij, një xhaxha të pushkatuar, një xhaxha të burgosur nga regjimi komunist në 45-ën, pa lindur akoma ai. Kështu që këto janë mbeturinat e komunizmit, edhe aso kohë mbeturinat e komunizmit mendonin që po bënin mirë, po bënin një shtet komunist dhe po i nënshtroheshin ambasadorit jugosllav. Siç këto kukullat e Edi Ramës dhe të Sorosit i nënshtruan Jurikimit që doli që ishte një hajdute me anijet. Ja kalofshi mirë, do flasim përsëri.